Lita, se do shkoj pak te Lita, se ne këtu Lita bashk kemi qenë edhe më shpesh, në mos gaboj, dhe kemi diskutuar shumë për Spakun. A ikën Amerikanët, nuk ikën Amerikanët, a e lanë, apo. Tani, a do forcohet më shumë politiki Spaku me këtë deklaratë që lexove sot nga ambasadori i ri Amerikan që besoj do na vi? Tani, Spaku është kërbaçi i tyre dhe në çdo shtet serioz nuk heq dorë nga kërbaçi kur ka edhe karrotë dhe kërbaç. Dhe politikës shqiptare kur është dashur apo ka devijuar nga rruga, i është dhënë shkopi, i është dhënë kërbaçi në shpinë dhe sigurisht është instrument për të avancuar. Pra Spaku mbetet kërbaçi i Amerikës. Për të avancuar interesat e tyre strategjike. Dhe sigurisht ambasadori Wend nuk do të deklarojë se Porto Romano është interesi i tyre apo është pro apo kundër. Edhe Spaku nuk ka pse të interpretojë fjalën e ambasadorit në Senat. Është shefi stacionit këtu, që shkon te Spaku, është këshilltari i Obdatit, ka 3 general të tjerë që qarkullojnë si kolonela i ODC-s e 2 të tjerë që qarkullojnë në Shqipëri, që ja çojnë mesazhin Spakut dhe kujdo tjetër. Ju e mbani mend që Donald Lu ja la me ngjurmë, ja la me email Adreti Kllallës, duke thënë që bankers është interes amerikan. Nuk kanë nevojë ata të bëjnë publike gjërat. Kur duan të transmetojnë një mesazh, e transmetojnë në mënyrë publike. Pra, në kuptimin konkrete. Nuk kanë nevojë ta shfaqen dhe t'ja përplasin në sy të gjithëve. Pra ata kurdoherë interesat e tyre i kanë arritur. Unë kam pyetur shumë nga ushtarakët tanë që kanë bashkëpunuar me të në Afganistan dhe më kanë thënë një fjalë që mua më ka mbetur në mendje. Është kokfort, ka karakter të fortë. Objektivat e tij i arrin, është stubborn. Domethënë, po tha një gjë për ta bërë, do ta bëj. Do gjej mënyrën për të arritur objektivin. Nuk është bërë kop general me 3 yje në SBA. General me 3 yje në SBA do thotë që qeverisë nga 50.000 deri në 300.000 trupa. Të qeverisë është një ushtri për 300.000 trupa është një gjë shumë serioze. Dhe këtu normalisht ka ardhur sepse këtu ka ndryshuar qasja. Tu bëhet fjalë për një ndryshim strategjik të Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku është siguria rajonale dhe vihet një general për të dhënë mesazh Kinës, Rusisë dhe vendet e tjera të lindjes të cilët mund të kenë nevojë apo dëshira për të bërë destabilitet në rajon. Dhe Shqipëria thotë që kjo është territori jonë dhe këtu do jetë një bazë logjistike e NATO-s dhe bazë logjistike e forcave speciale. Porto Romano, Durrësi dhe çdo gjë tjetër do jetë për interesat e Shtetit Bashkuar të Amerikës për të avancuar interesat e tyre. Këtu politika shqiptare duhet ta lexojë mirë, sepse Edi Rama, Sali Berisha dhe të tjerë nuk mund të luajnë më me Spakun me deklarata pas asaj që ka ndodhur sot. Pse nuk mund të luajnë? Që ta godasin Spakun ose të tentojnë të fusin duart? Kjo është instrumenti jon. Po. Pra ishte e qartë, thuati, institucioni pavarur i suksesshëm dhe apolitik madje. Po pra, kur lufta kundër korrupsionit ai tha Spaku, nuk tha instrumenti non gratave. Po. Sa ai nuk e përmendi fare instrumentin e non gratave. Tha Spaku, ne kemi punë me Spakun. Dhe kjo është një mesazh shumë serioz. Dhe politika shqiptare, nëse nuk reflekton, do ketë probleme. Me këta ambasador të ri. Me këta ambasador. Sidomos me këtë që është kokfort. Do thonë që nuk pyet nga këta saltanetet, vanitetet që i ka ofruar Edi Rama ambasadorëve të tjerë të mëparshëm, ku i nxirrte me bërë xhiro me